Në vitet kur Kosova jetonte në hijen e Jugosllavisë, shumë shqiptar heshnin nga frika, por kishte disa njerëz që nuk dinin me hesht. Njëri prej tyre ishte Enver Hadri. Ai vinte nga Kosova, nga një familje shqiptare patriotike që e kishte ndjerë mbi shpinë gjithë peshën e sistemit jugosllav. U rit në një kohë kur shqiptari në Kosovë duhej gjithmonë të matej mirë para se të fliste. Në shkolla kishte diskriminim, në polici kishte frikë, në institucione kishte padrejtësi. Dhe kjo e revoltonte. Qyshiri, Enveri nuk ishte njeri që rinte në qoshe. Lexonte shumë, interesoi për politikë. Fliste hapur për të drejtat e shqiptarve. Njerëzit që e njinin tregojnë se kishte karakter të fortë dhe nuk duronte padrejtësi. Nuk ishte njeri që friksohej lehtë. Dhe pikërisht kjo ja ndryshoi jetën. Kur u largua drejt Belgjikës, shumë menduan se do ta linte pas Kosovën dhe problemet e saj. Por ndodhi e kundërta. Në Bruksel, ai filloi të lidhej me organizata europiane, gazetar dhe aktivistë të drejtave të njerëzit. Mblidhte dëshmi për shqiptar të burgosur, tortura në përburgjet jugoslave, vrasje politike, represion policor në Kosovë. Në atë kohë, shumë në Europë ende shikonin Jugosllavinë si shtet relativisht stabil. Por Enver Hadri po u aqonte dokumentet në tavolinë. Dhe kjo nervozonte shumë njerëz në Beograd. Një detaj që shumë pak përmendet është se Enveri kishte krijuar kontakte të forta me njerëz të rëndësishëm europian dhe po mundoi që çështja shqiptare të dëgjohej seriozisht në institucionet ndërkombëtare. Ai nuk punonte vetëm si aktivist rruge. Ai po krijonte rrjet. Dhe për UDB-n, kjo ishte rrezik. Në atë kohë, shërbimi sekret jugoslav kishte reputacion të frikshëm. Shqiptarët në diaspor flisnin me zë të ulët për UDB-n, sepse dijej se përgjonin, infiltronin njerëz, blinin informator dhe organizonin atentate. Jo vetëm kundër shqiptarve, por kundër kujdo që shihej si kërcënim për Jugosllavinë. Shumë njerëz afër Enverit kishin vënë re se ai jetonte nën presion. Thuhet se shpesh shikonte pas vetes. Ndronte rrugë, fliste me kujdes në telefon, sepse ndjente që po ndiqej. Edhe ndoshta e dinte se ishte futur shumë thellë. Pastaj vjen dita që ndryshoi gjithçka. 25 shkurt 1990. Bruksel. Një ditë e zakonshme për qytetin, por jo për Enver Hadrin. Ai po lëvizte me veturën e tij kur ndalet në semafor. Në ato sekonda afrohen atentatorët. Dhe plumbat shpërthehen mbi veturë. Gjithçka ndodhi shpejt. Atentatorët largohen. Enver Hadri mbetet i vrarë në zemër të Europës. Vrasja tronditi shumë shqiptar, sepse kjo nuk ishte vrasje spontane. Ishte atentat profesional, me organizim, me ndjekje, me plan, dhe shumë shpejt hetimet filluan të nxjerrin emra. Në raportimet dhe procese u përmendën figura të lidhura me botën kriminale jugoslave dhe qarqe nacionaliste serbe. Mes emrave më të njohur që u përmendën ishte Andrija Lakonić. Po ashtu në hetime u përmendën edhe persona të lidhur me rrjetet të UDB-s dhe operacionet të fsheta jashtë Jugosllavisë. Për vite me radhë, shumë shqiptar besuan se atentati ishte organizuar nga struktura që donin ta heshnin përfundimisht.
Një gjë tjetër që rallë thuhet është kjo. Në atë kohë, kishte shqiptar që dyshoheshin si bashkëpunëtor ose informator të UDB-s në diasporë. Kjo krijonte paranojë të madhe. Njerëzit nuk dinin kujt i besonin. Dhe kjo ishte arma më e fortë e shërbimeve sekrete. Frika dhe mosbesimi. Pas vrasjes së Enverit, shumë aktivistë shqiptar në Europë filluan të lëviznin më me kujdes. Sepse u kuptua se atentatet politike kishin arritur edhe në Belgjik, dhe se një shqiptar mund të vritej në mes të Brukselit vetëm pse po fliste për Kosovën. Por ajo që e bën Enver Hadrin ndryshe është se ai nuk kishte armë. Ai nuk ishte komandant, ishte zë. Dhe ndonjëherë regjimet kanë më shumë frikë nga një njeri që mbledh dokumente se sa nga një njeri që mban pushk. Në Bruksel atë ditë nuk u vra vetëm Enver Hadri. U tentua të varose dhe e vërteta për Kosovën. Por historia nuk funksionon gjithmonë siç duan atentatorët, sepse disa njerëz bëhen më të fortë pas vdekjes. Dhe Enver Hadri është një prej tyre. Sot shumë njerëz ndoshta nuk e din fytyrën e tij. Por pa njerëz si ai, ndoshta zëri i Kosovës nuk do të kishte arritur aq larg në Europë. Ai jetoi larg Kosovës, por vdiq për të. Kjo është rrëfime të heshtura, aty ku historia tregohet ndryshe.